Mirëmbrëma të dashur shikues të emisionit prive, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë shtunë. Minutat në vazhdim do t'i kalojmë me materialet të cilat i kemi përgatitur për artistët tanë. Se çfarë kanë bërë ata gjatë javës, të cilën po e lëm pas, do t'i ndjekim bashkë një nga një. Në mbrëmjen e sonte nisim me një material nga kolegja unë Maki Bajrami, i cili ka të bëjë me këngëtarin Labinot Tahiri, i cili shumë shpesh përmes faqes së tij në Facebook shpalos projekte dhe këngë të reja, e ndonjëherë ka edhe pak naci. Se për çka bëhet fjalë këtë herë, e ndjekim bashkë materialin e parë për mbrëmjen e sonte. Edhe më tej, klubet e natës vazhdojnë të jenë destinacion kryesor për argëtim. Në këto vende, kryesisht të rinjët, shpeshherë zbardhin mëngjeset. Njësoj funksionon edhe në vendin ton. Diskotekat janë goxha të frekuentuara në të gjitha stinet e vitit, por për herë, vera mbetet se zona më favorite. Dejat në këto ambiente ku ndiqen disa rryma muzikore si elektro, hip-hop, R&B e të tjera, kryesisht mbahen nga DJ e reper, duke mos janë anashkaluar edhe këngëtarët. Këta të fundit në këtë rast Labinot Tahiri, aktualisht nuk është edhe aq i kënaqur me mënyrën se si funksionojnë klubet në vendin tonë. Por ditë më parë, ai përmes llogarisë së tij në Facebook ka reaguar pikërisht për këtë çështje dhe përmes një statusi ka shprehur pak kënaqësitë e veta. Ai ka thënë se disa persona të cilët menaxhojnë disa këngëtarë e që njëherët janë edhe menaxher të diskotekave, u japin përparësi vetëm artistëve të tyre. Aty ku po bëjnë klanë disa menaxhera, jo pronarë, është e dëmshme ajo, sepse sërish kthehet koha dhe kanë nevojë për secilin nga ne. Megjithatë, shembull, mua nuk mund kush më blloku, se nuk kishin ata para me, kur kam kënu shembull në Prishtinë ose në Tiranë ose ku të di unë, unë luftoj për këngëtarët e ri. Shembull, kemi kënduar shumë herë, këta duplexit i kanë marrë ka 5 data për mua deri para një viti gjysmë, tash ka ndryshuar dëmek sistemi me DJ e me playback nëse s'ka bëj. Megjithatë, vjen koha për ato ata do të kërkojnë edhe labin edhe synonin e tjetër. Në statusin e tij përfshihen edhe emra të këngëtarëve tjerë, por më i veçuar mbetet reperi 2 ton. Njëri ndërta është edhe vendasin 2 toni, që shembull mendoj Prishtinë kanë bërë disa klane apo disa diskoteka që nuk japin mundësinë me performu nëpër diskoteka, derisa të tjerët i publikojnë me lista. 2 toni e dini që është i pëlqyer nga shumë mosha. Është një djalë që ka këngë shumë të mira. E kjo më pengon mua, edhe për ato e kam bërë një shkrim madhe. Por ky problem dhe këto barjera sipas tij nuk po ndodhin vetëm në Prishtinë. Edhe në Tiranë ndodh, edhe në Shkup, edhe në Ilqen, po kjo nuk bën me ndodh. Të e bëjnë disa menaxhera. E pse e bojnë këta? Po e bëjnë se kanë marrëveshje me disa këngëtarë që i menaxhojnë, shembull, edhe kanë përqindjen e tyre, pastaj duhen mi blloku të tjerët. Puna është se cili ka riskun e vetë, nuk e kam ato që demek pe urrejnë ndonjë këngëtar ose një DJ, vazhdoti kanë punë gjithë nëpër këtë diskoteka. Po mënyra për të blloku këngëtarët, po dhe DJ-at që mundohen të bllokuan, është e dëmshme. Veç për çdo kom fol, flas gjithë. Megjithatë unë nuk kam menaxher, unë kontaktoj vetëm me çata pronarë që i njeh moti, edhe që më njohin. Me ata shumica e din për tyre, kur s'kena kalu mirë, javë kumul çmimet me shembull 500.000 euro, më shumë javë kumul çmimet. Secili mund ta pyesësh, po jam korrekt, ata e din. Po sistemin e diskotekave, muzikës që kanë dashur ata me ndru, inshallah u shkon ashtu. Unë për veti kam punë si në Prishtinë,
s'ka dush. E në të ardhme nëse Lapi merr ofertën nga të njëjtit menaxher, a do të pranoj të përformoj sërish në klubet e tyre? Nuk shkoj. Unë jo. Pik. Shkoj absolut. S'kam nevojë me shku. Unë jam person që mund me jetu edhe prej darësmët, edhe prej ditëlindjeve, diasporën e kam. Unë për vetën që kam halën, unë jam që 15 vjetë në skenë, unë jam në rregull, po më ka dhinë për shokën tem Dytonin, edhe pse Dytoni është shumë i dashur. Është një këngëtar që nuk shona për këngë, po tash njerëzit mundohen me bë plane. Nga ana tjetër, Lapi momentalisht është super i angazhuar me mbrëmjen në diasporë, po ashtu edhe dasmat në vend, por po gjen kohë të merret edhe me projektet e reja muzikore. Vetëm një këngë të re kam. Këtë ditë mas Bajramit do ta shoh. Tregom pak për këngën, a kam qenë një videoklip edhe çfarë këngë? Jo, pa videoklip, është e re për punuar. Tekstin e ka bërë Miçaili. Është këngë e re për punuar. Po vonoj Është kënga jote apo jo, një tjetër? tjetër kujt është po unë e kam këndë. Ja dëgjojmë. Okej, edhe një bashkëpunim nëse ai di keni pas në vonë me një këngëtar të tuaj. Po, unë nuk ja di, kënga është një gjizo, është një zezake që jeton në Gjermani, ka kënu shumë mirë. Manaxheri i saj Irbalia, i cili është dhe manaxheri imi për diasporë, e ka realizuar projekt, besoj ndërkohë të realizojmë edhe klipin dhe me hellë. Do të thonë nuk ka lartë. Nuk është lartë, po klipin kryesor, edhe këngën kryesor që kam pas me bërë është me Ilka Kuqi, që kemi lënë shumë aty, po në një moment teksti është dashur më mirë më u përshtatë, pastaj unë me disa angazhime kemi me pak mbrapa, megjithatë me Ilkën do ta bëjmë një këngë të mirë. Edhe një futje të fundit, aromën e trupit, falë. Përveç karrierës muzikore, ai po kujdeset edhe për familjet në nevojë, e gjithashtu po punon edhe për të ardhmen e tij drejt politikës. Edhe një futje të fundit.